Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tyron Alilin për të filluar të analizojmë pak të Big Brotherin, këtë lojën që po bëhet mes Mirit, Selin dhe Lornës. Tani ju e dini shumë bukur që gazetari Elton Toza i ditën e djeshme hudhi një bombë të madhe. Për shembull, Gjini ka krijuar një dyshim brenda kësaj shtëpie, teksa qëndronte sot në verandë dhe bisedonte me banorët që Lorna po gënjen që ka një lidhje dashurie të hapur jashtë sepse më duket shumë e lënduar, ndërsa lufta brenda shtëpisë ka nisur pikërisht mes Lornës edhe Selin. Janë dy vajzat, në fakt është Selin vajza që ndan shtratin me Mirin dhe që u hudh si hipotezë në shtëpi ku Brikena e kundërshtoi jashtëzakonisht shumë për afrimitetin e tyre, u fol edhe në Prime, ndërsa ditën e djeshme, do të thënë afrimiteti Selin Miri, ditën e djeshme gazetari Elton Toza e hodhi një hipotezë bombastike që vajza në fjalë, Lorna, ka patur një lidhje të një natës me Mirin jashtë shtëpisë në kohën kur Lorna punonte si MC në përklabe. Do të thonë kur Miri ishte në grup me Dr. Florin, me Landin, do të thënë komplet grupi West Side Family. Siç duket, ndjesit që Lorna ka patur më përpara për Mirin, tani gjithmonë në qoftë se janë të vërteta dhe këtu kërkoj falje për familjen e Mirit, sepse janë disa, do të thënë janë lajme bomb këto. E ka bërë Lornën që të jetë xheloze në raport me Selinën, se çuditërisht Lorna dhe Selin kanë patur luftën e parë të dy gocat brenda asaj shtëpie. Por tani, afrimiteti i ditës së sotme mes Mirit dhe Lornës është shumë interesant. Lorna është shumë e buzëqeshur, është shumë happy, do të thënë gjithmonë ne jemi të lumtur dhe jemi të gëzuar kur pranë vetes kemi ato njerëz që ne i duam apo që ne i simpatizojmë shpirtërisht dhe pikërisht unë këtë emocion sot marr. Por çfarë plani kanë ato të dy? Miri i thot Lornës, po futemi në banjo të dy, do të na shikojnë me zili, thot. Do me thënë krijon, Miri e shikoj që do të krijon një lloj pikpyetje te banorët, çfarë është duke bërë Miri me gocat. Lorna i thot, po pastaj çfarë do të thonë? Miri i thot, nëse futemi në banjo ne të dy, ti je më e rrezikuar. Lorna i thot me patjetër që po. Miri i thot, un kam fansat e çunit, kam edhe fansat e gocës, që do të thënë jam familjarisht me fansa. Mendoj që nuk do të futen në banjo sepse do të jetë një ripërsëritje më që po ndodh në Big Brother dhe nuk thoj që vllau i madh do t'i nxjerrë televotim, po thjesht faktin, do të thënë Miri me sa shoh unë, le të kuptohet sa gjëra ose dëshiron që ta bën Selinën xheloze, ashtu siç në fakt ai e quan gocën e tij. Un jam shumë i bindur që Miri nuk ka asnjë lloj lidhje me asnjërin prej gocat, ai e do shumë gruan e vet, e respekton shumë gruan e vet, sepse edhe Landi thashtu që e do gruan tepër. Nuk mund të them që një burr i martuar nuk mund të krijojë një lidhje, por nuk po duket si lidhje dashurie kjo, sepse dallojnë gjërat, por dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që Miri po bën një lloj trekëndshi brenda asaj shtëpie dhe do që të lufton me këtë trekëndësh? Shkruani koment, ju lutem.